Mbasi mori mjekimin, më merr në telefon dhe filloi. Ore maskara, po çfarë të bërë? Prej disa javësh kemi ngritur alarmin për një katastrofë mjedisore që po zhvillohet në zonat periferike të Tiranës. Sasi të mëdha dherash dhe materialesh inerte, të nxjerra nga hapja e themeleve të kullave të reja në kryeqytet, po përfundojnë në shtretrit e lumenjve dhe në hapësirat e gjelbra përreth qytetit. Këto veprime kanë shkaktuar dëme serioze dhe shpesh të pakthyeshme, duke dëmtuar tokat bujqësore dhe duke i shndërruar ato në depozita të paligjshme mbetjesh. Lumi i Tiranës, Erzeni dhe liçeni i Kasharit janë ngushtuar ndjeshëm si pasojë e hedhjes së inerteve, ndërsa flora dhe fauna përreth janë dëmtuar rënd. Pavarësisht kësaj situate alarmante, institucionet shtetërore ose kanë zgjedhur të heshtin, ose dyshohet se tolerojnë këto shkelje. Disa muaj më parë u kërkua një reagim nga drejtuesja e komanduar e Bashkisë së Tiranës, por pa rezultat. Fatkeqësisht, ndotja nuk është ndalur. Edhe zona e Bërgjitës, ku kalon lumi Erzen, është prekur nga e njëjta praktik. Aty janë krijuar grumbuj të mëdhenj inertesh që kanë ngushtuar shtratin e lumit dhe kanë devijuar rrjedhën e tij. Dyshohet se pas kësaj situate qëndron mjeku popullor Ylli Merja, i cili po ndërton një biznes për përpunimin e bimëve medicinale në zonë. Kompania që duhet të largonte mbetjet rezulton të jetë në pronësi të një familjarit të tij. Deklaratat e tij mbi destinacionin e inerteve janë kontradiktore, ndërsa rreziku i ndotjes së urit, sidomos pas rreshjeve, mbetet i lartë. Tashma pritet që institucionet të ndërhyjnë për të ndalur degradimin e mëtejshëm të lumit Erzen.